Ky është Emiliano Tasho, 28 vjeçari që të mërkurën e kaluar vrau me një plumb 30 vjeçarin Anton Nikaj në Linz. Ai doli para gjykatës ku njoh me masën e sigurisë burg pa afat. Me anë të avokatit të mbrojtjes, Tasho, që u arrestua të shtunën në zonën e Shkozës, e pranoi se e kishte qelluar ai Nikajin, por avokati tha se qitja me pistolet është bërë në mënyrë të pavullnetshme dhe vrasja nuk mund të jetë me paramendim, siç thuhet në akuzën e prokurorisë. Tasho nuk foli vetë para trupit gjykues dhe çdo sqarim e bëri avokati i mbrojtjes në emër të tij. Qitja nga pistoleta ka ndodhur në kohën kur Tasho po godiste me qytën e saj Ismet Gazherin. Arma e krimit nuk është gjetur ende dhe pistoleta me silenciator që ju kap të shtunën rezultoi se nuk ishte ajo me të cilën u krye vrasja. Gjatë hetimeve Tasho ka pranuar edhe disa krime të tjera, si plagosjen e ndodhur në rrugën Hoxha Tasim në muajin korrik. Me masën e sigurisë u njoh edhe Erion Biraçi, 31 vjeçari që e strehoi Tashon, por ai tha se nuk e dinte që miku i tij ishte në kërkim nga policia. Pavarësisht këtij pretendimi, ai do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve për akuzën e përkrahjes autorit të krimit. Për vrasjen e Linzës janë në kërkim shtetasit Ervis Martinaj dhe Bujar Hasani, ndërsa në burg është edhe ish polici Mirsad Kuçana.